Kemi qenë dhe do të vazhdojmë të jemi qeveria e cila investon mas shumti në inovacion, teknologji dhe zhvillimin e sektorit të teknologjisë informacionit. Do të nisim valutën digjitale të Kosovës bazuar në blockchain. E zhvilluar nga shteti, valuta jonë digjitale do të përdoret për pagesa dhe shërbime digjitale. Me këtë nismë, Kosova hyn në ekonominë e inovacionit, teknologjisë dhe sipërmarrjes së të ardhmes. Për kompanitë e teknologjisë së informacionit që po dëshmojnë rritje të qëndrueshme dhe potencial në punësim, do të ndërtohet ICT Tower, kulla e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pra tek kulla apo kulla TIK. Ky do të jetë investim publik në qendër të Prishtinës për këtë sektor i cili përbën 6% të brutoproduktit vendor. E kompanitë e këtij sektori do t'i mbështesim me hapësira dhe objekte në qytetet kryesore. Do të hiqen kufizimet për njohjen e shpenzimeve të trajnimit si shpenzime të zbritshme, me qëllim të zhvillimit të kuadrove profesionale dhe të rritjes së konkurrueshmërisë së industrisë. Përmes fondit të inovacionit do të mbështeten të rinjt, startupet dhe mikrondërmarrjet, të vogla dhe të mesme në sektorin e teknologjisë dhe inovacionit. Fondi do të financojë zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe proceseve të reja, duke nxitur kreativitetin dhe ndërmarrësinë e të rinjve në Kosovë. Do të vazhdojë ndërtimi i infrastrukturës së inovacionit edhe ndërmarrësisë përmes parqeve të inovacionit dhe teknologjisë, qendrave të inovacionit dhe inkubatorëve teknologjik, të biznesit dhe industrial. Këto projekte do të vendosen në komuna dhe universitete, duke e lidhur arsimin, aftësimin profesional dhe industrinë me kërkesat e tregut dhe zhvillimin e teknologjive të avancuara.